Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do shtillni një gjethe lakre tek gjuri dhe do shëroni këto sëmundje në kohë rekord. Lakra është një ndër perimet më të ushqyeshme e cila nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin tuaj ushqimor gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtetë të vitaminash, kripra minerale, përbërësish me veti antibakteriale dhe antiinflamatore që e bëjnë atë një prej ilaçeve më të dobishme që ne mund të na ofronte nëna natyrë. Për shekuj me radhë ku teknologjia dhe zhvillimi i farmaceutikës nuk ishte në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të kuruar sëmundje të ndryshme. Mjekësia alternative i është rikthyer sërish këtyre teknikave dhe ka zbuluar rezultate me të vërtetë mbresëlënëse. Ja çfarë ndodh nëse ju mbështillni pjesë të caktuara të trupit me gjethe lakre. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjen e artritit dhe ato reumatizmale është duke mbështjellë kyçet e duarve, gjunjët apo këmbët me gjethe lakre. Mbështilleni më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lëreni të veprojë gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vihet re që pas javës së parë. Lufton infeksionet të ndryshme. Ju mund të kuroni infeksionet të ndryshme të lëkurës me gjethe lakre. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet që ta lidhni zonën e infektuar me gjethe lakre pasi lëkura ka nevojë që të marrë frymë. Ndërrojeni gjethet çdo 2 orë. Inflamacion i gjirit. Në qoftë se ju jeni një nënë e re dhe jeni duke ushqyer fëmijën tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here ju të keni inflamacion të gjinjve. Mjekët nga ana tjetër rekomandojnë që ju të vendosni një fletë të lakër në zonën e prekur dhe lëreni atë që të veprojë për plot 20 minuta dhe shpëlani gjoksin tuaj me ujë të ftohtë. Ju mundet të përdorni gjithashtu gjethet e lakrës kur keni dhimbje menstruale, thonjë të hyrnëmish dhe fryrje të këmbëve dhe të gishtave. Nga ana tjetër ka shumë mjete popullore të cilat janë përdorur prej kohësh për të trajtuar sëmundje të ndryshme dhe një prej tyre është lakra e cila ka veti shëruese. Përveç se është shumë e shëndetshme për konsum, mundet ta përdorni edhe për shumë sëmundje. Besojeni apo jo, gjethet e lakrës janë jashtëzakonisht efektive. Përdorimi i brendshëm. Thjesht ju duhet që të shtoni lakrën në supën tuaj të preferuar ose gatuajini së bashku me perime dhe mund të përfitoni nga vetitë e saj të mrekullueshme kuruese. Mundet të hani gjithashtu edhe të gjallë në sallatë, por edhe të kombinuar me karrota dhe mollë, të cilat i shtojnë më tej vetitë e dobishme të lakrës. Diabeti. Lakra ka fuqi të jashtëzakonshme antihiperglicemike, që do të thotë se kjo perime është shumë e shëndetshme dhe njëkohësisht ajo ka fuqinë që të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të kontrollojë po ashtu diabetin. Këto efekte munden që të arrihen duke konsumuar një sasi të vogël lakre të gatuar ose të përpunuar çdo vakt. Probleme me tretjen. Lakra përmban një nivel të lartë të kaliumit i cili nga ana tjetër parandalon dhe balancon nivelin e lëngjeve në trup. Përmban gjithashtu vitaminën C dhe antioksidant të cilët mbrojnë qelizat nga toksinat dhe nga radikalet e lira si edhe vitamina E, K, squfur, beta-karoten dhe magnez dhe kalcium. Ekspertët mjekësor nga ana tjetër pohojnë se konsumimi i lakrës së zier mundet që të ndihmojë edhe në trajtimin e diarres, ulçërës të stomakut dhe të kapëllokut. Nga ana tjetër, lakra e fermentuar si turshi mundet gjithashtu që të përdoret për të trajtuar
sindromën e zorrës së irrituar dhe sëmundjet inflamatore të zorrëve. Përdorimi i jashtëm mund që të duket tepër e çuditshme, por në fakt është e vërtetë. Aplikimi i lakrës në plagë mund gjithashtu që të ndihmojë edhe që ju t'i shëroni ato. Shumë njerëz përdorin lakrën për të hequr qelbin nga thonjtë dhe për të parandaluar infeksionin. Ju duhet që të mbështillni një gjethe lakre rreth gishtit dhe lidheni atë me një fash. Lëreni të veprojë gjatë gjithë natës. Lakra është një nga perimet më të lashta e cila është rritur në tokë dhe kjo perime nuk mungon kurrë në kuzhinat shqiptare ashtu si edhe në mbar botën. Na ndodh shumë shpesh që vështirë të lirohemi nga kolla e pandalshme, ndonjëherë as ilaçet duket se nuk na ndihmojnë. Një ndër mënyrat më të njohura dhe vërtet më frytëdhënëse të luftës me kollën është fleta e lakrës me mjalt. Kjo është e vërtetë dhe sigurisht është një mjet i artë kundër kollës. Për këtë shërim nuk ekziston kufizim moshe, njësoj është efikase si për fëmijët e vegjël ashtu edhe për të rriturit. Për të filluar shërimin do t'ju nevojitet një lakër dhe gjithashtu mjalti. Si duhet që të veproni? Ngadalë ndani një fletë nga lakra. Fletën e lakrës duhet futur disa minuta në ujë të nxehtë. Do të bëhet e nxehtë dhe e butë. Pastaj, njërën anë lyeni me mjalt. Anën e lyer me mjalt të lakrës vendoseni në gjoksin e të sëmurit. Sipër, vishe qese najloni dhe mbështet një shall apo peshqir. Procedura bëhet para se të flerë gjumë i sëmuri. Nëse kolla është e fortë, atëherë juve do t'ju nevojiten 2 fletë lakra, njëra që të vendoset në gjoks dhe tjetra në shpinë. Kompresën më pas e hiqni në mëngjes. Lëkurën fshiheni më pas me një leckë të njomë dhe fshiheni vendin ku ka qenë kompresa dhe gjithë ato që ajo ka nxjerrë. Nga ana tjetër, nëse bronkiti është në fillim, rezultati do të jetë i dukshëm që pas procedurës së parë. Shërimi aplikohet nga 5 deri në 7 net dhe së shpejti nga kolla e madhe nuk do të mbetet më as edhe një gjurmë. Përbërësit të cilët janë aktiv të lakrës dhe të kollës, por edhe zhdukjes së procesit të përflakjes. Mjalti në alternativ mund që të zëvendësohet edhe me vaj të nxehtë ricini. Pikërisht përbërësit aktiv të mjaltit dhe të lakrës, por gjithashtu edhe ngrohtësia, janë ata që bëjnë bashkimin për kurimin e këtyre sëmundjeve. Gjithashtu, lakra gjen përdorim të gjerë edhe tek femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresat me lakër të ftohtë përdoren nga femrat që janë nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në gjë, femrat që vuajnë nga ëndja apo inflamacioni i gjirit, nënat lohon që duan të ndërpresin ushqyerjen e fëmijës me gjë. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri si kompresë ftohtë për gjirin. Sipas tyre, lakra qetëson atë, por edhe zbut të dhimbjet dhe ëndjet. Këto kompresa të ftohta mbajnë 20 minuta dhe gjithë procedura përsëritet derisa gjiri të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës vlejnë kundër ëndjes dhe dhimbjeve. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse në një prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.